Një udhëtim artistik që të çon për te ngjyrës drejt thelbit të krijimit aty ku çdo vi bëhet shpirt. E tillë është ekspozita e çelur në Galerinë Fab nga piktori Gazmend Leka. Magjia e vizatimit është ftesa e tij për të parë përtej pikturës, pikërisht në atë pikë ku arti i tij nis të marrë jetë. Ekspozita përbëhet nga një cikël punimesh që eksploron fuqinë dhe thelbin e vizës si formë shprehjeje. Është të tregoj një vizatimin, që dhe vizatimi është pa që i magjishëm sa piktura, pa që i magjishëm sa video, instalacioni, grafika, është i magjishëm sepse është vetë i tillë i ndërtuar, kupton? Vizatimi prodhohet si dato si arti. Në këtë kuptim dhe prandaj e quajta edhe magjia e vizatimit edhe për të joshur pak. E kupton që kjo nuk është thjesht teknik, por kjo është magji. Kjo është një gjë që çdo njeri mund ta provojë, aq më tepër studentët tanë. Përmes ngjyrave, hijeve dhe nuancave, Leka rikthen publikun tek ideja se vizatimi nuk është vetëm një art paraprak i pikturës. Në këtë kuptim, vizatimi i shfaqet si një moment të reflektimit dhe komunikimi që shkon përtej veprës. Nuk e kam përdorur vizatimin këtu si paradhom të pikturës. Domthonjë që unë të ndërtoj një skicë të thjeshtë, qoftë edhe në kafene, qoftë në studio, dhe mbas asaj të lindi piktura për kartolinë, e kupton? Unë doja që ta bëja ishull vizatimin, të vizatim që do bëja, këtë ishe në vetë të kishte gjithë parametrat brenda. Paradhom përdora pikturën në kësaj radhe. Shumë nga motive që unë i kam përdorur pikturat e mia, personazhe, ambiente të unë i kam marrë nga ajo dhe i kam ripërthypur edhe një herë, i kam ritreguar edhe një herë, sepse memoria fillon dhe ti ta humbë, do fillon të mbulohen me plur, doja të çplorosja disa gjëra që kishte mbuluar pluri. Ekspozita Magjia e vizatimit pret publikun deri më datë 2 nëntor të ndalojë dhe të përjetojë çdo vi dhe prekje në letër, duke rikujtuar kontaktin me vetveten dhe botën e brendshme.